ka kosto goxha të madhe, ka kosto në pajisje, ka kosto në trajnimet të stafit, në persona të cilët do të zhvillojnë aplikacionin, në persona të cilët do ta testojnë këtë aplikacion, patjetër edhe ekspertë të cilët janë ekspertë të energjisë dhe klimës. Kështu që nuk di të them një shifër eksakte, por realisht ka shumë kosto, sepse bëhet fjalë për implementimin e këtij projekti jo vetëm në një vend, por në disa vende të ndryshme, të cilët kërkojnë infrastrukturë të mirëfillt për sa i përket implementimit. Ti do ta do vazhdosh punën tënde për ta vendosur në funksion këtë projekt? Unë aktualisht punoj në Universitetin e Durrësit, edhe aty merrem me teknologjinë e realitetit virtual, dhe aty kemi bërë disa projekte të cilët lidhen me edukimin dhe trajnimin e të rinjve për sa i përket klimës. Misioni im për momentin do të vazhdoj kështu, por ndoshta në të ardhmen, pse jo, nëse NATO si mbushet mendja që mund të financojë plotësisht këtë projekt, pse jo. Në fakt